Trump i shmangu protokollet formale kur bisedonte me liderët apo bosat e tjerë. Ai bënte marrëveshje të fshehura nga një burr tek tjetri, duke ndjekur rregullin më të vjetër të mafjas, respekti personal mbi ligjin. Me Kim Jong-un shkëmbyen letra dashurie. Me Erdoganin, një telefonat mjaftoi për të larguar trupat amerikane nga Siria. Me Putin, gjithçka mbahej larg syve të publikut. Në vitin 2020, Trump negocioi direkt me talebanët pa përfshirë qeverinë afgane. I ofroi talebanëve një marrëveshje të thjeshtë, largimi trupave amerikane në këmbim të premtimit për paqe. Talebanët pranuan një lëvizje mafioze direkt me bosin, jo me të veçlit. Një tjetër aspekt që bënte ngjashëm Trump me Don Corleone është përdorimi i sanksioneve dhe tarifave për të ndikuar në shtetet e tjera. Trump vendos tarifa marramense miliarda dollarësh ndaj Kinës. Në vend që të bëjë diplomaci klasike, ai përdor presionin ekonomik si një pistolet mbi tryez. Nëse nuk vini dakord me marrëveshjen time, ostoja do të jetë katastrofike për ju. Sërish, një ofertë që nuk mund të refuzohet.